Zotit ton Jezu Krisht do të lexojmë nga dhjata e re tani tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 24 dhe paragrafi 13. Luka, kapitulli 24, paragrafi 13. Dy dyshepujt në rrugën për Emaus. Luka, kapitulli 24, paragrafi 13. Po atë ditë dy nga ata po shkonin drejt një fshati me emër Emaus, 60 state larg Jeruzalemit. Dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, vetë Jezus ju afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. Dhe ai u tha atyre: "Që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të trishtuar?" Dhe një nga ata me emër Kleopa duke u përgjigjur tha: "Je ti i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këtë ditë?" Dhe ai u tha atyre: "Cilat?" Ata i thanë: "Çështjen e Jezusit nga Nazareti, që ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit. Dhe se si krerët e priftrinëve dhe kryetarët tanë e kanë ndërzuar për ta dënuar në vdekje dhe e kanë kryqëzuar. Por ne kishim shpresë se ai do të ishte ky që do të çlironte Izraelin. Por megjithë këtë sot është e treta ditë që kur ndodhen këto gjëra. Por edhe disa gra në mes nesh na kanë çuditur, sepse kur shkuan herët në mëngjes të varri, nuk e gjetën trupin e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë një vegim engjësh të cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga ta në të shkuan të varri dhe gjetën ashtu si kishin treguar gratë, por atë nuk e pan. Atëhera ju tha atyre: "O budallënj, dhe zemërngathet për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët? Por a nuk duhej që Krishti të vuaj gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?" Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Kur ju afruan fshatit për ku ishin drejtuar, ai bëri sikur do të vazhdonte më tutje. Por ata e detyruan duke thënë: "Rrimene sepse po ngryset dhe dita po mbaron." Edhe ai hyri që të rri me ta. Dhe siç ishte në tryezë me ta, mori bukën e bekoi dhe si e theu u andau atyre. Atëherë atyre ju qelen syt dhe e njohën, por ai u zhduk prej syve të tyre. Dhe ato i thanë njëri tjetrit: "Pa nuk na digjej zemra për brenda, kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet?" Në po atë qast ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku e gjetë të 11 dhe ata të që ishin mbledhur bashkë me ta. Ata thoshnin: "Zoti u ringjall me të vërtetë dhe ju shfaq Simonit." Ata atëherë treguan që kishte ndodhur rrugës dhe si e kishte njohur në ndarjen e bukës. Dhe ndërsa ata po bisedonin për këto gjëra, vetë Jezusi u shfaq në mes tyre dhe u tha atyre: "Paqja me ju." Por ata të tmerruar dhe gjithë frikë mendonin se po shihnin një frym. Atëherë ai u tha atyre: "Pse jeni të shqetësuar dhe pse në zemrat tuaja po lindin dyshime? Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra si shihni se unë kam." Dhe si tha këtë, u tregoi atyre duart dhe këmbët. Por duke qenë se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të çuditur, ai u tha atyre: "A keni këtu diçka për të ngrenë?" Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai i mori dhe hengri para tyre. Pastaj u tha atyre: "Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet." Atëherë u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet. Dhe u tha atyre: "Kështu është shkruar dhe kështu ishte nevojshme që Krishti të vuante dhe të ringjallej së vdekuri ditën e tretë.
dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja mëkateve ndër të gjithë popujt duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Dhe ja, unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Amen, fjalës të Zotit. Sikur tham, ekziston udha e pashpres, udha e zhgënjimit, e cila vjen nga pikëllimet, nga vështirësitë e kësaj jete, dhe shpesh herë njeriu i Perëndis mund të gjendet në këtë shteg, në shtegun që s'ka shpresë. Aty ku thua nuk mundem me, nuk bëhet asgjë, i kam provuar të gjitha, kam këllëthitur akoma dhe tek Perëndia, por nuk shoh asgjë të bëhet. O Perëndia im, përse më braktise? Dhe vjen Perëndia për të na treguar mënyrën se si të kthehem nga ai shteg që nuk ka shpresë dhe që është zhgënjyes dhe të kthehem nga shtegu i shpresës dhe i besimit. Dy njerëz, dishepuj ishin, shkonin për në fshatin e tyre në Emaus. Nuk është se shkojnë në fshatin e tyre e keqja, apo që ka të meta, e meta këtyre është se Krishti është kryqëzuar nga njëra anë, të gjithë dishepujt janë të pashpres tani më, fjalët e tij që ju kishte thënë për t'i forcuar se unë do të kryqëzohem nga duart e keqbërësve, por të tretën ditë do të ringjallem, nuk i kujtohen këto fjalë. Ua kishte thënë Zoti të paktën 3 herë këtë, janë të shkruara. Nuk e besuan, nuk e pranuan, nuk mundi t'ua marrë mendja një gjë të tillë. Erdhi pikëllimi, humbi shpresa e tyre kur e pan në kryq të Golgotës, të kryqëzuar, të gozhduar, humbi shpresa e tyre. Të këqind romakët, të këqind judejnë që e kryqëzuan, nuk janë as romakët të këqind, as judejnë të këqind, por është vullneti i Perëndis që të kryqëzohet Krishti për gjithë shpëtimin e njerëzimit. Dhe ne që menduam, dhe ne që thonim, dhe ne që pritnim që të vijë mbretëria e Perëndis këtu në tokë, dhe që ta shifnim, ne që mrekulloheshim me ndërtesën, me tempullin dhe gjitha këto, nuk do të mbetet gur mbi gur, na tha Zoti, do të thonim me njëri tjetrin, ne? Na kishte thënë Zoti se s'do të mbetet gur mbi gur. Por tani as Zoti nuk është mes nesh. Dhe tani çfarë do të bëjmë? Do të na përndjekin edhe ne, do të na kryqëzojnë edhe ne. Çfarë do të bëjmë? Pra, i të pashpres plotësisht. Dhe t'u them vetë diçka. Fenomenet kështu tregojnë. Kështu duket nga fenomenet. Nuk janë të çmendur ato njerëz. Por janë njerëz. Dhe don tani Perëndia që ti marrë këto njerëz, të na marrë edhe ne bashkë me ta dhe dishepujt e tij, dhe edhe pse jemi njerëz, por nuk do të ecim sipas njerëzores, as sipas shikimit apo fenomenit, por do të ecim sipas besimit. Lavdi Zotit. Jo nga ajo që duket, jo nga dallket, jo nga fortunat, jo nga dallket, por nga ajo që Perëndia do të bëjë. Gabimi i parë i tyre, shkojnë për në Emaus. Ma Zoti ju kishte thënë se unë do të shkoj përpara jush në Galile, pra edhe ju në Galile të shkoni. Ato nuk vajtën në Galile, por thanë të shkojmë në fshatin tonë, në Emaus. Nuk e di përse zgjodhen të shkojnë në fshatin e tyre. Dhe u nisën, gjatë rrugës. Jemi kaq të pashpres tani më të shkojmë në fshatin tonë. Keni menduar ndonjëherë, jam kaq i pashpres, nuk them të shkoj në fshatin tim, edhe atë mund ta them, por të shkoj të flej. Të harrohem, të harroj pikëllimin, të harroj mundimin tim, të dal të bëj një xhiro, do të shkoj dikunde, mendoj, të shkoj në lutje, a e mendoj? Të shkoj tek fjala e Perëndis, a e mendoj ndonjëherë? Ju tha në Galile, jo, ne do të shkojmë në Emaus. Zgjodhen udhën e pa shpresë.
por Perëndia i don. Ashtu sikur se na don edhe ne. Dhe ato flisnin me njëri tjetrin për të gjitha sa kishin ndodhur ato ditë. Dhe vazhduan gjatë udhës për në fshat, për në Emaus që po shkonin, të flasin për gjithë atë gjendje, ku menduam, ku bëm, ku pam, po se si i humbën shpresat e tyre. Gjithçka u bë, na bën që të humbim shpresën. Çështjet që u bën, mbaruam, s'kemi më tani shpresë. Po tani çfarë do të bëjmë, si do të bëhet? Këtë e bën bota, vëllezër dhe motra. Shohin se çfarë bëhet dhe humbin shpresën. E shohim këtë për ditë rreth e qark nesh. Ju plakoset shpirti i tyre, mundësisht në Athinë, që atëherë, që kur erdhi apostulli Paul, njerëzit thot nuk merreshin me asgjë tjetër, e kam shënuar këtë ta lexoj, veçse që të flasin dhe të diskutojnë dhe të dëgjojnë për çfarë do bëhet rreth e qark tyre për çdo të re. Kjo ishte puna e tyre. Kjo ishte ajo që kishte etja zemra e tyre dhe shpirti i tyre, të flasin për ç'bëhej rreth e qark. Dhe dini diçka, kur të futem në këtë gjendje që të mundohem për çështjet, të shpjegoj me mpakun këto gjëra. Dhe jo vetëm mua, por edhe njerëzit që do të vinë pranë me jetë dhe rreth e qark me jetë. Thot, gjithë Athineasit, por jo vetëm Athinasit, dhe të huajt që ishin aty, të gjithë të huajt që ishin në Athinë, qoftë për të qëndruar për pak apo për shumë kohë, shkonin edhe ato dhe merreshin me të njëjtën gjë, në të njëjtën gjendje dhe ato. Është diçka ngjitëse kjo, nëse vazhdojun për shembull unë të them se jam i pa shpresë, jam i pikolluar në zemrën time, do të vazhdojnë pastaj t'i flas gruas time, fëmijëve të mi, vëllezërve dhe motrave, të them ma keq është kjo. Unë kam marrë udhën për në Emaus këto, dhe sa më shumë të humbi shpresën time, kaq më tepër do të flas, dhe sa më shumë të flas, kaq më shumë do të vijë humbja e shpresës. Dhe thot shkrimi se sytë e tyre mbaheshin që të mos e njihnin atë kur u afruaj pranë tyre dhe po ecte me ta. Pra është për të habitur kjo. Përse u mbajti sytë e mbyllur? Tu hapte sytë Zoti dhe të kuptonin se kush ishte me ta. Sepse afrohet Zoti Jezusi dhe vazhdon t'ju flas për pa kuptuar se kush është. Përse të mos shfaqet, t'ju shfaqet atyre? Sepse duhet të kalojnë së pari nga një shteg tjetër, jo nga ajo që duket, por nga ajo që besohet në fjalën e Perëndisë. Ma të shoh dhe të besoj, po ta shifja Krishtin të ecte me mua, Kleopa, do të besoja në vend. Jo, nuk don tani Zoti atë shteg, por don shtegun që ecën 3 vjet e gjys përpara atij. Tani është tjetër shtegu i bekimit. Tjetër është shtegu i besimit dhe i shpresës në fjalën e Perëndisë. Duhet të dëgjojnë fjalën e Perëndisë së pari. Kështu që shkon pranë tyre Zoti, nuk e kuptojnë dhe vazhdon t'ju flas. Pa e kuptuar ato se kush është ky. A e din se Perëndia të flet aty ku nuk e kupton dhe nuk e pret. Aty ku nuk e pret, të flet Zoti, ma ti shef një njeri. Shef gruan tënde, burrin tënd, vëllain, njërin tjetrin, dhe shef se të flet Perëndia dhe ti nuk e kupton. Që janë këto fjalë që folni me njëri tjetrin duke ecur dhe jeni të trishtuar? Shikoni se çfarë ju thote, që janë këto fjalë pra që thoni? Sepse shoh rezultatin e fjalëve tuaja se është se ju jeni të trishtuar. Shoh trishtimin në fytyrët tuaja. Shoh trupin tuaj të errësuar, pra të pa shpresë, të mpakur plotësisht. Nuk mundeni më. Jeni plotësisht të pa shpresë. S'ka më tutje. Dhe e shoh këtë, thot Zoti, nga dikund ka ardhur kjo nga fjalët që ju thoni, të cilat kanë dalë nga një zemër që është e pa shpresë plotësisht. Dhe vazhdon njëri prej të dyve me emrin Kleopa, dhe thot, ti je i vetmi që banon në Jeruzalem,
dhe ti s'ke parë se çfarë ka ndodhur këto ditë. Nga ku erdhe ti? Nga u shfaqe ti këtu? Nga ku u shfaqem, vëllezër dhe motra? Nga qielli erdhem. Në tokë jemi, por në qiell do të arrijmë. Kur të na mbush Zoti me praninë e tij dhe na mbush me shpresë dhe besim, nga goja jon dalin fjalë besimi dhe shprese, sepse zemra është e fiksuar dhe e qëndrueshme në fjalën e tij të shenjtë. Dhe kur na humb shpresa, atëherë Perëndia na jep fjalë shpresë dhe besimit, dhe Zoti do t'i bëjë dhe do t'i realizojë në ne këto, sepse Zoti është ai që jep. Dhe ju tha cilat, dhe ju jep rastin të hapin zemrat e tyre dhe të flasin Krishtit pa kuptuar se po i flasin Krishtit. Jezusi Nazareasi se si ishte profet i fortë në fjalë dhe në vepra, qëndroje, por tani e humbem. Ishte, por tani s'është. Dhe përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit, dhe se si krerët e priftërinëve dhe kryetarët tanë e kanë dorëzuar për të dënuar me vdekje dhe e kanë kryqëzuar. Dhe tani ne shpresojmë, kishim shpresë, jo shpresojmë, por kishim shpresë tek ai se do të ishte ky që do ta çlironte Izraelin. Por edhe pse kishim shpresë, nga ana tjetër, është dita e tretë sot që ndodhen këto gjëra. Do gratë që vajten në mëngjes tek varri nuk e gjetën trupin e tij, por gjetën, thot, një vegim engjëjsh, të cilët i thonin se ai jeton. Lavdi Zotit. Engjëjt thonin se ai jeton, kurse dishepujt çfarë thonë, se ka vdekur. Engjëjt e shohin gjithnjë fytyrën e Zotit. Ndërsa ne nuk don të shohim kështu dhe të shohim fytyrën e Zotit për të besuar, por të shohim fytyrën e Zotit këtu në fjalën e tij. Dhe ashtu, sikurse engjëjt thanë se ai është gjallë, edhe ne të themi se është gjallë. Amen, vëllezër dhe motra. Zoti është gjallë, nuk vdiq Perëndia yt, nuk humbi shpresa jote. Por Krishti, shpresa jote dhe shkëmbi yt është i ringjallur dhe i gjallë. Nuk beson në shkrimet. Nuk beson se Perëndia ka thënë fjalë se s'ka për të lënë dhe s'ka për të braktisur. Përse humbe shpresën? Përse pake? Pse shpirti yt u mbush me të zi? Kthehu tek fjala e Perëndisë të marrësh forcë. Kthehu tek fryma e shenjtë të ngushëllohesh, që të rimëkëmbet përsëri besimi yt në fjalën e Perëndisë, në Perëndin tënd që do të veprojë në fund në mënyrë të mrekullueshme. Dhe tani vazhdon Krishti t'ju flas. Përsëri e them se s'kan kuptuar se është Krishti me ta. Një njeri që ecën me ta. I thonë problemet e tyre dhe ai njeri që ecën me ta vazhdon dhe ju thot diçka. Dhe ju thot, o budallënj, dhe të ngathet në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët, vazhdon dhe ju thot, vëllezër dhe motra, nga fillimi i shkrimet dhe i përçmon, duke ju thënë budallënj dhe zemër ngathet për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët, sepse zemra e tyre është e vështirë, është si një traket shumë i ngadalt që të mund të besoj. Ma fjalët janë fjalët e profetëve to, janë fjalët e frymës të shenjtë. Përse nuk i beson, sikur t'ju thoshte Krishti, pse nuk i besoni? A nuk duhej, thot, që Krishti të vuaj gjërat e tilla që të hyjnë në lavdin e tij, që të hyjnë në lavdin e tij, Krishti nuk ishte e shkruar se do t'i kalonte nga gjitha të vuajtje. Ringjallja pa vuajtje nuk ka. Kryqëzimi nuk vjen pa gjestimani, sikur kemi thënë, pa betejë të lutjes. Dhe vim tani tek ne, sepse lavdia përfundimtare që do të kemi me ringjalljen tonë, ku atë presim, kështu nuk është, vëllezër dhe motra. Nuk duhet t'i kalojmë të gjitha ato që do të kalojmë këtu në këtë tokë.
Nuk duhet të kalojmë në për këto shtigje që Perëndia ka zgjedhur që të ecim. Ky është shtegu jonë që na ka thënë Zoti. Përpara do t'i kalojmë të gjitha këto në këtë jetë, pastaj do të vijë lavdia. Dhe duke vazhduar, duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, shkonin për në Emaus, nuk janë kthyer akoma, por Krishti bën që të ndryshojë zemra e njerëzve. Nuk i shtrëngon, nuk i detyron, por pret ato që ta kuptojnë. Ai u shpjegoi atyre të gjitha shkrimet, gjërat që i takonin atij. Pra i fliste për veten e tij nëpërmjet shkrimeve që shkruanin për te. Të paren që është e nevojshme të bëj, që të kthehem nga udha e pa shpresë, nga udha që të çon në Emaus, të kthehem aty ku më don Zoti, është që të kapi fjalën e Perëndis dhe të shoh nga fjala e Perëndis se çfarë Krishti do të më shpjegojë për jetën time nëpër fjalën e tij, nëpërmjet fjalës të tij. Por nga fjala e tij, aty më don Zoti. Aty na don Zoti, vëllezër. Që të forcohet besimi jon, të forcohet shpresa jon përsëri në Zotin. Dhe ky është shtegu, është udha që bëri Krishti në këto të dy dhe bën edhe tek ne sot. Tek ne që kemi humbur forcën tonë, që jemi mpakur dhe mbase kemi arritur në kufint e të pash, domethënë që na ka humbur shpresa, që të themi Zot tani nuk më don, nuk merresh me mua akoma mbase mund të shprehet kjo nga goja jon. Dhe ju afruan fshatit dhe ai bëri sikur po shkonte më tutje. Përse kështu? Sepse don që ato vetë ta kërkojnë të shkojë me ta. Sepse pret Krishti që ne vetë ta kërkojmë, ma nuk e dinë se është Krishti, por kanë njohur zërin, sepse ju flet nëpërmjet fjalës të tij. E kuptuam këtë, vëllezër dhe motra. Dhe gëzohet shpirti i tyre. Ka vazhduar tani të marrin zemër, nuk janë kthyer akoma mbrapsht. Por zemra e tyre ka marr tjera xhiro tani më, sepse dëgjuan fjalët e Perëndis. Studiuan fjalën e Perëndis, u futën përsëri në shkrimet. Dhe kur i than, qëndro me ne sepse është afër të bjerë nata dhe po mbyllet dita dhe Zoti nuk i mohoi. Është e mundur që na ta kërkojmë dhe ai të mos vijë. Ai troket derën dhe pret që t'ja qelim, aq më tepër kur t'i themi eja Zot të ham bash darkë. Eja të marr nga fjala jote. Dhe sikur se u futën brenda, ulën në tryez, mori bukën e bekoj, si e theu u andau atyre. Atëherë ju qelën syt dhe e njohen se kush ishte. Atëherë e kuptuan se kush ishte me ta. U hapen sytë e tyre. Duhej të besonin, të dëgjonin dhe të besonin në fjalën e Perëndis. Ky është hapi i parë. Dhe tani, çfarë do të bëhet? Them Kleopa të qëndrojmë këtu në fshat të rrim. Jo. Tani kthim. Tani mbrapa. Ku të kthemi mbrapa? Ku të shkojmë? Përse të mos rrinë aty në fshat? Jo, nuk e thanë kështu, por mbrapa sepse e kujtuan atë që ua kishte thënë Zoti. Atje në Galile, atje fjala e Perëndis e kujtuan. Tani nuk do të qëndrojmë këtu, duhet të lëvizim për të kthyer mbrapa, të kthehemi aty ku ishim, në dashurinë tonë të parë, aty ku Perëndia na vizitoi të parën herë, të kthehem përsëri atje. U kthye, të kthehem nga udha që jam nisur për në Emaus dhe të kthej dhe të shkoj për në Jeruzalem, aty ku më don Perëndia, tek vëllezërit e mi. Dhe u ngritën në atë moment, thot fjala e Zotit, Nuk pritën në mëngjes apo javën tjetër, sa të mbarojnë tani koha provimet që japin fëmijët, të mbaroj punën time në verë kur të kem pushimet verore, jo, për në vend u ngritën dhe të kthehen në Jeruzalem. Dhe kur u kthyen, gjetën të bashkuar të 11-tët. Dhe kur të kthehemi,
atëhere ka një surprizë që na pret. Një dhurat na pret gjithmonë në kthimin tonë. Shofin të 11-tet. Kjo ishte dhurata, Juda mungonte. Dhe ato thonin se me të vërtet Zoti u ringjall. Ja fantazoni tani gëzimin e tyre dhe surprizën e tyre. Atë që përjetuan në ato momente, ishte Zoti pranë tyre, digjej zemra e tyre, të kthehemi mbrapa që t'ua themi dhe nxënësve të tjerë, dhe sapo hapin derën që shohin Pjetrin, Gjonin, Jakobin dhe dishepujt e tjerë, është ringjallur Zoti, i thanë. Fantazoni gëzimin e tyre në atë moment, sepse Zoti na dën të gjithëve të vëllezër dhe motra, të gjithëve. Dhe don të ikim nga udha që s'kemi shpresë, të shikimit dhe të fenomenit dhe të shkojmë në udhën e besimit dhe të shpresës në fjalën e Perëndisë. Dhe atëherë të gjithë të bashkuar, kush do të jetë mes tyre? Kush do të vijë pas pak mes tyre? Zoti. U mblodhen gjithë nxënësit së bashku, ma janë të friksuar, janë të mpakur, i solli Zoti dhe i mblodhi të gjithë. Do të na mbledhë Zoti, vëllezër dhe motra. Dhe jo vetëm ne, por edhe vëllezërit që janë larguar, edhe delet e kopes të tij që janë të humbura dhe të ngatëruara jashtë në botë, do të na bashkojë Zoti. Dhe kur të na bashkojë Zoti, çfarë do të bëjë? Do ta vizitoj kopen e tij si bariu i mirë. Dhe qëndroi në mes tyre dhe u tha, paqja me ju. U shfaq mes tyre dhe tha, paqja me ju. Tani ankthi i tyre, e humbja e shpresës, pikëllimi që kishin, janë zhdukur prej tyre. Le që ekziston të deri pak përpara tek ato, tani pozicioni i tyre është mbushur me paqen e Perëndisë. Ma si do të bëhet tani dhe si jemi të friksuar, si të shfaqemi tek dishepujt, asgjë prej këtyre nuk mendojnë. Por mendojnë vetëm dhe shijojnë praninë e Perëndisë, paqen e Perëndisë. E shijojmë paqen e Perëndisë kur të jemi me Zotin në praninë e Tij. Për të tjerat, të gjitha do të interesohet Perëndia. Dhe pasi i mbledhi Krishti dhe vazhdon dhe ju thot, më prekni dhe shifni se nuk jam frymë sikur mendoni, sepse fryma nuk ka eshtra. Pra ato të tmerruar dhe gjithë frikë mendonin se po shifnin një frymë. Ja, jepni diçka të hathot. Dhe hëngri Zoti nga peshku dhe hualli i mjaltit që i dhan të haj për t'ju treguar se nuk është një frymë. Dhe vazhdoi t'ju flas përsëri nga fjala. Në fillim ishte fjala. Të gjitha vazhdojnë nga fjala. Le ta marrim përsëri fjalën e Perëndisë, vëllezër dhe motra. Dhe nëse kemi lënë dikun në një cep të dhomës tonë, e kemi braktisur, le ta marrim përsëri fjalën e Perëndisë që të forcohemi. Por nuk mjafton kjo, e din Zoti se nuk mjafton vetëm fjala. Me fjalën vazhdojnë dhe u kthyen, por tani vjen një tjetër dhuratë nga qielli. Edhe ajo e premtuar nga Krishti, dhe nga dhjata e vjetër akoma e premtuar, një forcë, një tjetër forcë do t'i vizitoj për pak ditë, e cila me të vërtet do të ndryshojë gjithë jetën e tyre dhe tani më do të bëhen dëshmitar në Jude, në Samari dhe në të gjitha kombet që do t'i dërgojë Perëndia, sepse duhet të predikohet Ungjilli. Edhe në atë dheun ton është nevojshme të predikohet Ungjilli, vëllezër dhe motra. Dhe që të bëhemi dëshmitar, jo vetëm ne, për të gjithë vëllezërit, dhe do që zgjedh Perëndia, duam vëllezër, nuk duam. Dëshmitar të dëshmojmë, do më thënë Krishtin, duhet të kemi ikur nga shtegu i pa shpresë dhe të vishemi me forcën e frymës të shenjtë, dhe unë e dërgoj premtimin e Atit tim mbi ju, pak përpara se të ik, u a thot, kurse ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit, sa do të qëndroni? Të qëndroni deri sa të visheni me forcë nga lartë. Tani se kur, dita, ora, momentin nuk na përket ne, por deri sa të visheni me pushtet nga lartë. Do të qëndrojnë në Jeruzalem, ku për ne sot është kisha, në lutje, në mësimin e apostujve, në thyrjen e bukës, në bashkësi me njëri tjetrin, kudo, me vëllezërit, do të rrim, deri sa të vishemi me forcë.
Mos u vetmo. Mos qëndro në shtëpinë tënde i vetmuar, në dhomën tënde i mbyllur dhe i kyçur, por merr udhën e kthimit. Lere rrugën për në Emaus, kthehu në rrugën e Jeruzalemit, aty ku të pret Krishti për të të forcuar në besim dhe në shpresë, për të të veshur me forcë nga lart, që të mund të bëhesh dëshmitar i Krishtit në ditët e fundit për lavdinë e tij. Amen.